ka shumë Falli, sehiret, rukjet janë disa nga termat e përditshme të një pjese të shqiptarëve, të cilët kërkojnë të zgjedhin hallet dhe problemet përmes këtyre metodave. Dhe kuptohet, për këtë paguajnë tek personat që pretendojnë se janë të aftë të kthejnë në mbarsi jetën e tyre. Por ka raste që dikush e kupton më shpejt që asnjë fuqi magjike nuk mund ta ndryshojë të ardhmen. Si në rastin e kësaj studenteje, e cila shpejt e ka kuptuar që ajo dhe shoqet e saj kishin rënprerë një mashtrimi. Ku shkojtë që e faltore, na merë porët edhe veç në rënë. Jena student, jena qika 3, gabimi jana që jena shku, po kena mendur si krejt bre që shmendojnë ka njëre që mund është me gjithë zgjidhje që aty, po që na ka mashtru, na ka këput, na ka tranu të na rajgën dhe nënë qëtër. Vajza, për na tregon për një fallxore nga Prishtina, pjesë e komunitetit bosnjak, e cila ka një metodë tepër interesante, pasullin, ose si që thojnë në Tiranë, ngrosh. Dhe me këtë metodë e kam pësuar keq disa bashkëmoshatare, mes tyre edhe shoqja më e ngushtë e denoncueses tonë. Pëllerat shoqën dhe që ta do për i doshurit, se kinë se kjo për dike që ka femën tjetër e nuk ka më ku me ty ko krejt kohën bashke, pa lovëra, rena që për një me dëbujnë me u që ditë. Strategjia mashtrimit të kësaj zonje me emrin e shenjtë Medina shkon për te një seance. Ajo i bind vajza që të shkojnë sërish, sepse me një takim të vetëm duket se magjia